Vëllezër besimtar, ju këshilloj me këshillën më të madhe të kemi frikë Allahut Azza wa Jall dhe të jemi mirënjohës për begatitë e tij, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah." Çdo begati që keni është prej Allahut Azza wa Jall. Andaj sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të mundohemi që të flasim për 5 begati të Allahut Azza wa Jall, të cilat na rrethojnë natë e ditë, por shpesh nuk I çmojmë ato. Kur ja dim vlerën këtyre begative, kur të na shkojnë, kur të na hecin, atëherë ne ja dim vlerën e këtyre begative që na ka dhuruar Allahu Azza wa Jall. Begatia e parë është begatia e jetës dhe e krijimit. Allahu Azza wa Jall thot: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Në të vërtetë ne krijuam njeriu në formën më të bukur. A nuk përshëm krijimin e Allahut Azza wa Jall, se si e ka kriju njeriu në formën më të bukur, më të përsosur e ka kriju Allahu Azza wa Jall. Ja ka dhënë syt përpara, nuk ja ka qit një sy mrapa dhe një përpara, mirë po të dytja ka qit për një ardh bukuria. Hundën e ka vendosur në vendin e duhur, veshët, gojën, durt, të gjitha gjërat që ka qenë domethënë në vendin e duhur. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Begatia e krijimit të njeriu është begatia më e madhe pas udhëzimit. Se nuk ka vlerë njeriu nëse nuk është I udhëzuar. Nuk ka vlerë njeriu nëse nuk është I udhëzuar, nëse nuk e adhuron Allahun Azza wa Jall. Pa marrë parasysh se çfarë doktoraturë të ketë, çfarë njohuri të ketë, nëse njeriu nuk është I udhëzuar, atëherë te Allahu Azza wa Jall nuk ka vlerë. Pse? Sepse nuk ja jep hakun krijuesit të tij. Allahu Azza wa Jall ka kriju në formën më të bukur, formën më të mirë, të ka dhënë mendjen, të ka dhënë shëndetin, edhe ti nuk din me falënderu Allahun Azza wa Jall, atëherë badjava do me thënë që ti je do me thënë këtu. Nëse nuk ja jep hakun Allahut Azza wa Jall, po të mos ishte krijuar, ai do të ishte asgjë. Hiç. Do me thënë sigur si e kriju hiç. Po të mos ishte krijuar, nuk do ta njihte Allahun Azza wa Jall, të dërguarin e tij, librin e tij, madje edhe gjykimin e Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'an." A nuk e kujton njeriu se ne e krijuam më parë kur ai nuk ishte asgjë. Nuk e kon asgjë. Kur gjë nuk e kon. Je kriju prej një pike uji. As nuk ka kujtu para 8 muaj, 9 muaj para se me lind. As nuk ta kanë mendu emrin, as nuk kanë mendu çka do të jesh. Mirë pa Allahu Azza wa Jall nxjerrin tokë edhe të kanë ngritë. O vëllai jam I dashur, për këtë arsye mos e humb vlerën e vetës. Mirë po dija vlerën vetës tonë, sepse ti je krijesë Allahut Azza wa Jall, e Allahu Azza wa Jall ka prun këtë dynja për me adhuru Allahun Azza wa Jall, edhe mëso, studio, puno, ha, pi, knaqu. Mirë po në halalet në gjërat që Allahu Azza wa Jall ti ka leju.